Prokurori Alenqe Ristoska i ka dhënë epilog për plasjeve disa mujore me kryeministrin Hristijan Mickoski, presioneve të pushtetit ndaj saj dhe mos pajtimeve të shprehura publikisht rreth funksionimit të gjyqësorit, duke u dorëhequr nga pozita e prokurorit publik. Dorëheqja e saj erdhi pasi Këshilli i Prokurorëve Publik më 30 mars hodhi poshtë ankesën e Ristoskës për sulm ndaj integritetit dhe pavarësisë së saj, e cila kishte të bëjë me deklaratën e Mickoskit, i cili gjatë një interviste të publikuar në janar e quajti prokuroren mediokritet me matricë politike, ndërkaq më 31 mars kryeprokurori Nenad Saveski e hoqi Ristoskën nga lëndët për korrupsion të lartë Talir 1 dhe Talir 2 që lidhen me VMRO DPMN. Ristoska në letrën e saj të dorëheqjes ka thënë se nuk e sheh veten në mesin e një prokurorie e cila nuk vepron si e pavarur. Vlerësoj se këto vendime do bësojnë seriozisht pozivionin e prokurorisë publike dhe sjellin rreziqe konkrete për epilogun e lëndave që targetojnë korrupsion të lartë dhe krim. Këto veprime janë në kundërshtim direkt me vizionin për të cilin përkushtohem, ndërsa ajo është prokurori e cila punon jashtë ndikimeve politike, i mbron profesionistët e saj dhe e mbron interesin publik në mënyrë të duhur dhe pa selektim. Pasi nuk shoh hapësirë për punë, as në perspektivë se si do të mundesha të veproj në përputhje me parimet e mia. Sot kam dorëzuar dorëheqjen nga funksioni i prokurorit publik. Ajo në letrën e saj po ashtu ka drejtuar kritika ndaj sistemit, duke theksuar se puna e saj në çështje që targetojnë majat e pushtetit e ka bërë atë shënjestër të sulmeve. Ndër vite keni qenë dëshmitar të shumë prej atyre rasteve, ndikim ndaj dëshmitarëve, ushtrimi presioneve, ndryshimi i zgjidhjeve ligjore, ruajtja e lëndëve në sirtar dhe vjetërsimi lëndëve. E gjithë kjo nuk më ka penguar t'ju përmbahem zotimeve të mia. Prandaj kam kritikuar publikisht gjendjet në gjyqësor, pavarësisht kontekstit shoqëror politik dhe pa kalkulime për pasojat në karrierën time. Kryeprokurori Nenad Saveski ka reaguar ndaj dorëheqjes së saj, duke shprehur keqardhje për vendimin e prokurores. Ajo që dua të theksoj është se prokuroria publike mbetet pa një prokurore publike, nga e cila prisja që, me përvojën e saj shumë vjeçare dhe të çmuar, të jepte kontribut në forcimin e kapaciteteve të këtij institucioni, veçanërisht në rolin e saj si prokurore për ndërlidhje me Eurodrejtsinë. Ristoska ka qenë një ndër prokurorët kryesore të ish prokurorisë speciale, ndërsa momentalisht është edhe prokurore në Agjencinë e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Drejtësinë Penale, Eurodrejtësi.